Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës të emisionit Përshtillim këtu në Newsmax Balkans. Sot kam nderin dhe kënaqësinë të kem ftuar në studio deputeten e re të Partisë Socialiste, Sara Milën, një nga deputetet më të votuara në zgjedhjet e kaluara, një nga dy deputetet më të votuara të Partisë Socialiste dhe në tërësi, në qarkun e Elbasanit, njëkohësisht një nga deputetet aktive në Parlamentin e Shqipërisë, si anëtare e Komisionit për Politikë të Jashtme dhe Integrim Evropian, që ishte ndër tjera dhe iniciatore e rezolutës fundit për Bashkimin Evropian, dhe gjithashtu anëtare e grupit iniciator për iniciativën e Europës Juglindore dhe iniciativën e Europës Qendrore si përfaqësuese e Parlamentit të Shqipërisë në këto dy forume të rëndësishme ndërkombëtare. Mirë se vini, Sara, në emisionin Përshtillim. Mirë se gjej, profesor, do më lejosh të thras profesor për gjatë gjithë kësaj interviste. Dua në fakt të bëj një falënderim publik. Dikur kemi ndarë klasat bashk, keni qenë një shkollë brenda shkollës për mua dhe kam dhe pak emocione sot që ndodhemi në këtë pozicion të ri. Megjithatë, dua që të jem mirënjohës se sot dhe gjithmonë për gjithë kontributin dhe mendoj që një nga arsyet që më ka bërë të shkoj dhe drejt politikës kanë qenë klasat me ju, kështu që kjo vlen për të thënë dhe nuk dua që të ma presësh nga Shumë faleminderit, Sara, ka qenë shumë kënaqësi, domethënë, dhe fakti që ti ke studiuar në fakt shkenca politike e marrëdhënie ndërkombëtare, keni bërë një master të marrëdhënie ndërkombëtare, pra jeni fiks në fushën tuaj të lojës, dhe parlamenti është pikërisht forumi më i lartë ku idetë shpalosen, idetë politike dhe natyrisht mbrohen kur është e nevojshme. Duke qenë se shkruaj fjala e ditës, integrimi evropian, lajmi i mirë, besoj, i bari, pra kalimi i klasës, konferencë e tretë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, a është ky fillimi i fundit në një farë mënyrë dhe premtimi elektoral i realizuar ose i premtuar që deri në 2030 në Shqipëria do jetë pjesë e Bashkimit Evropian? Patjetër që është një proces dhe në fakt ne kemi dashur edhe ta shohim dhe të punojmë duke e konsideruar të tillë, një proces. Dhe jo një pikë finale thjesht për të arritur për shkak të një premtimi elektoral dhe të mbesi gjithçka aty, sepse patjetër jemi shumë koshient sot, ju e thatë mirë, sidomos unë që dhe e njoh se kam studiuar, e di fare mirë se Bashkimi Evropian nuk është thjesht një stacion i fundit. Edhe me antarësimin atje nis sërish një kalvar i gjatë për të arritur standardet edhe për të mbajtur ato kritere dhe ato kushte të cilat patjetër në letër një vend antar mundet i ketë realizuar më parë. Ne sot jemi në fazën ku Shqipëria po bën shumë mirë detyrat e shtëpisë, kryesisht në letër, dhe tani ne kemi përpara vetes një sfidë të jashtëzakonshme për atë të praktikës. Dhe ku e dim që shumë vende anëtare në fakt, për mos thënë që kanë pasur defektet e tyre, kanë pasur ngadalësimet e tyre, duke njohur edhe realitetin, mentalitetin dhe klimën në Shqipëri, patjetër që na bën të jemi edhe më vigjilent, të punojmë edhe më fort, sidomos në këtë aspekt. Kalimi i barit më shumë se sa një çelje dhe po themi një çelje fazës së fundit të negociatave ishte një çlirim i madh, duhet thënë kjo sepse skepticizmi u ngrit pas një tymnaje të madhe. Thashë themer se diku kishte ngecur procesi, vende anëtare të caktuara të Bashkimit Evropian, cilët do duhet ta kalonin i barin për Shqipërinë, donin të merrnin kohën e vet në një afat të pacaktuar. Ndaj patjetër krijoi edhe një lloj efekti negativ edhe tek njerëzit. Unë arrija ta ndjeja edhe në takimet e mia të përditshme. Duhet të jemi shumë koshient që në Shqipëri çdo kush flet për Bashkimin Evropian, çdo kush po e pret Bashkimin Evropian dhe njerëzit janë të angazhuar për këtë, të paktën në diskursin e tyre. Se pastaj se sa të gjithë janë koshient për çfarë bëhet fjalë dhe se si do duhet që të sillen, jo vetëm si qytetarët e Europës, por në aspektin e detyrave të lëna në këtë aspekt, kjo pastaj lë shumë vend për diskutim. Po përfitimin se është diçka mendoj që ka shumë interes për publikun. Është lajm i mirë, pjesë e procesit sigurisht, as nuk jemi për të ngritur shumë flamur fitoreje, sepse pa diskutim kjo është një sukses i Shqipërisë, edhe jo një parti të caktuar. Është një sukses i gjithëve nga pak, kanë bërë gjithë pjesë tek ai mozaiku, por pa diskutim do duhet që rezultati të jetë edhe më i mirë. Edhe Bashkimi Evropian e tha, ne presim shumë më shumë punë. Edhe pikërisht aty është pyetja ime e radhës, pra patëm dy sinjale. Nuk po i referojmë këtu vetëm deklarës së dy ambasadorëve holandez dhe gjerman, pikërisht në ditën ditë, duke vënë theksin pikërisht te kapitulli 23 dhe 24, që janë kapitull kritik të parë që hapin të fundit që përmbyllen, pra drejtësia, siguria themelore, drejta themelore të njeriut e tjera me radhë, gjyqësori, por i referojmë këtu dhe gjetjeve
të raportit i bar, pra fakti që u vonua nga 23 shkurti në 23 maj, ose patëm 2 raportet ndërmjetme, tregon që disa nga elementet ishin teksuar apo mbi teksuar. Për shembull, korrupsioni nga serioz ishte kthyer në shqetësues. Ishte një sinjal, duhet analizuar dhe gjua diplomatike që përdoret në këto raporte. Të dyti ishin 3 pika që prisnin për drejtësinë. Pra një ishte, thoshte, është shtuar kontrolli parlamentar për drejtësinë, referohem ndoshta këtu superkomisionit Xhafaj. Një tjetër pikë ishte, pra shikoj në mënyrë kritike kjo gjë. Thuaj që duhet të respektohen vendimet e gjykatave dhe rekomandimet e Komisionit Venecias në lidhje me imunitetin. Pak a shumë e përjashtim të emrit bëhet fare qartë se për kë është fjala. Së treti thuaj që është rritur ndikimi politik mbi organet e drejtësisë ose trysnia politike mbi organet e drejtësisë. Dhe këto janë për të hequr vëmendjen, për të tërhequr vëmendjen që këto pika duhen reflektuar. Ekonomia nga një pikë ishte më parë është shtuar në disa pika, 9 pika, të cilat janë shumë të rëndësishme. Kriteri dytë i Kopenhagenit në lidhje me kostot që qytetarët shqiptar do përjetojnë. Për shembull, një raport i fundit i dhomave të biznesit tregonte që vetëm 15% e bizneseve shqiptare janë në gjendje të përballojnë trysninë nëse do futeshin Bashkimin Evropian nesër, dhe këto janë kryesisht të prodhimit, pra produse, biznese produse. Ne kemi kryesisht shërbimi, pra e kemi ekonominë të orientuar ndryshe. Pra të gjitha këto pika janë ato që ju thatë, detyrat e shtëpisë, të cilat fillojnë tani. Sot përgatitur është e para klasa politike në Shqipëri, Parlamenti i Shqipërisë, dhe së dyti sa të informuar janë qytetarët, duke qenë se ju përmendët që qytetarët ju pyesin vazhdimisht për këto çështje. Përsa i përket raportit, ne e kemi lexuar ndoshta edhe me një lupë të shtuar këtë herë, sepse duhet që të jemi koshient sa më tepër afrohemi tek Bashkimi Evropian, edhe detyrat e lëna nga ana tyre do duhet të jenë edhe më precize, edhe më rigoroze, edhe më sfiduese. Dhe patjetër që kur shkon drejt fundit, do duhet që dhe gjua e përdorur në raporte të jetë jo vetëm teknike, por pa diskutime dhe me mesazhe akoma më të qarta. Unë mendoj që jemi angazhuar tërësisht si parlament, sidomos me projekt rezolutën të cilën e votuam të dyja palët, që gjithçka referohet të mundet që ta marrim si angazhim për ta përmirësuar. Unë dua ta besoj sot, profesor, që të dyja kampet, majtas dhe djathtas, nuk kanë asnjë rezervë ndaj Bashkimit Evropian dhe ndaj rrugës tonë për të shkuar atje. Për ti diskursit politik dhe patjetër çfarë i duhet më shumë për të thënë dhe për të vënë theksin e majtat dhe e djathta, do ketë diferencat e veta, ama fokusi jon dhe objektivi për të shkuar drejt Bashkimit Evropian, kjo nuk ndryshon. Dhe kjo më bën të mendoj pozitivisht për rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian, të paktën për të gjitha detyrat institucionale që raporti lë, sidomos për sa i përket kuvendit Shqipërisë. E vërtet është që ka disa hendeqe në këtë proces. Shteti i së drejtës është një nga pikat më të forta. Jo më kot Shqipëria pikërisht për këtë është angazhuar që 10 vite më parë, ndoshta pararoj edhe për sa i përket çfarë po ndodh tani, krahasimisht me fushat e tjera, aty u vendos theksi më shumë edhe për reformës në drejtësi. Pra nisi një sipar pikërisht aty ku dihi që edhe kulturalisht, edhe nga ana mentaliteti do të ishte edhe pika jonë më sfiduese. Vazhdon të jetë edhe sot me patjetër. Mirë, po kjo nuk do të thotë që progresi që është bërë deri më tani nuk ka qenë i kënaqshëm, dhe fakti që Bashkimi Evropian ndes dritën jeshile duke kaluar vazhdimisht të gjitha notat, pa diskutim duke vendosur edhe theksin tek ato që duhet bërë më mirë, ky është një tregues që procesi po vazhdon dhe ka progres. Dhe në këtë aspekt ne na intereson të ketë progres. Pastaj rregullimet, teknikalitetet dhe gjithçka që do duhet për ta bërë sakt arkitekturën e të gjitha reformave të marra, unë jam e sigurt që ne do të angazhohemi bashkarisht për t'i bërë. Për sa i përket të gjithë toneve që raporti ka, duhet edhe ti sqarojmë shqiptarët që raportet nuk bën më kot. Pra, raportet pa diskutim që duhet të nxjerren pa pikat e dobta të asaj çfarë ti ke bërë deri në atë pikë, ndoshta edhe për të dhënë mesazhe të forta, por nga ana tjetër edhe për të qartësuar pozicionin që Shqipëria ka sot të drejtë rrugtimit për Bashkimin Evropian, sepse të ishte kaq e thjeshtë dhe të ishte e thënë më shqiptar që kaq fush me lule, e sigurt që Shqipëria do mundet ta kishte arritur pak më parë, duke qenë se edhe dashamirësia e vetë unionit përkundrejt Ballkanit Perëndimor ka ekzistuar vitet e fundit. Pra ne kemi një mesazh dashamirësie për zgjerim në rajonin tonë. Dhe duke qenë kështu, mund të kishte arritur më parë. Janë pikërisht të pikat kyçe që ne na kanë lënë për të mos e arritur akoma këtë projekt ambicioz, do thoja unë. Nuk dua të them sot se gjithçka lidhet me reformat tona
është pa diskutim në perfeksionin e vet. Ato kanë ngërçet e veta, kanë hendeshjet e veta, për shkaqe që sot edhe dihen edhe s'dihen, megjithatë ajo që unë mendoj që ne duhet të angazhohemi më tepër është pikërisht lidhja me qytetarët. Procesi në të mirë apo në të keq ka marrë një rrjedhë në të cilën tashmë po vazhdon. Por qartësimi i qytetarëve mbi procesin, unë mendoj që është një mungesë sot që për shkak të mungesës informacionit, për shkak të padiskutim edhe mungesës ndoshta të arritjes të kuptuarit të një pjesë të mirë prej qytetarëve tanë se çfarë do të thotë në realitet Bashkimi Evropian dhe çfarë do të thotë në realitet të kapër standardet e Bashkimit Evropian dhe për të kthyer ato pastaj në stil jetese, kjo mendoj që do të jetë sfidë edhe më e fortë, edhe më e vështirë se sa kalimi i rekomandimeve të raportit. Disa pyetje flesh në këtë drejtim. Qëndrojmë këtu te kjo që ju sapo përmendët. Kujtoj që rasti i vendeve balltike për shembull apo dhe Kroacisë fqinje, në momentet që ato kanë qenë afër hyrjes në Bashkimin Evropian, ka qenë një skepticizëm i rritur. Gati gjysmë e popullatës kanë qenë kundër hyrjes në Bashkimin Evropian. Për arsye nga më të ndryshme, për arsye se kanë kaluar në një perandorin në perandorin tjetër, në një farë mënyre, për arsye të shndërtimit e tjera elementeve të tillë, por edhe për shkak të rritjes së kostove. Që qytetarët kuptuan që do kishin me hyrjen në Bashkimin Evropian. E njëjti debat ka qenë për vendet që hyn në Eurozonë. Kujtoj këtu Greqinë e Italinë, që kemi afër, pra kanë minat dramia dhe lireta në Eurozonë, solli shumë kosto për qytetarët e këtyre vendeve, ndërkohë që në Shqipëri vetëm kremtohet hyrja në Bashkimin Evropian, kemi një në nivelet më të larta të eurooptimizmit. A mendoni domethënë se qytetarët nuk janë përgatitur mjaftueshëm shumë bizneset e vogla, impaktin që ato do kenë, fermerët, etj. Në mendimin tim, gjithë vendet që ju përmendët kanë pasur dinamikat e tyre të shtrera dhe në kohën kur kanë ndodhur. Unë mendoj se në dekadën që jetojmë dhe absolutisht edhe në vitet që po jetojmë, e mendoj realisht se për Shqipërinë do të jetë më i thjeshtë kapërcimi për Bashkimin Evropian krahasuar me momentet kur po themi edhe nëse flasim në aspektin ekonomik, dinamika midis euros dhe lekut ka një dinamik të kënaqshme për sa i përket konvertimit, sot që flasim për rrugën për Bashkimin Evropian, nga ana tjetër digitalizimi që Shqipëria ka bërë dhe ka qenë pararojë në fakt në këtë aspekt, dhe këtu nuk i qasem vetëm portali shtetëror i Albania, por e kam shumë të shtrirë edhe në aspektin institucional, flas për kadastrën, flas për mënyrën se si sot aplikohet në prokurime publike. Diella është gjykat kushtetuese ndërkohë. Mirë, do presim se çfarë do thotë. Për prokurimet publike, pra edhe fakti që kemi një digitalizim të gjithë sferës, mendoj që dhe kjo ka ndihmuar shumë e para që qytetarët të fillojnë edhe të njihen pak më proceset më moderne dhe më të standardizuara që Bashkimi Evropian pastaj do t'i kërkojë mendoj mos. Nga ana tjetër, mendoj që të gjitha skemat dhe mënyra se si po qëndrojmë pak këtu se kjo është e rëndësishme. Sot po lexoja për shembull që shoqata autobusëve në Tiranë kishte ngritur dhe kishte folur për kostot shtesë që ato do kishin në instalimin e posteve, pra për kartat e kreditit. Dhe thoshin që vetëm kjo do kishte një kosto prej 30 lekësh, ndërkohë që bileta është 40 lekë sot që flasim. E njëjta gjë kishte ndodhur me furrat e bukës. Pra ishin rritur dhe për shifra aq vogla, kosto është shumë e madhe dhe mbi të gjitha do i faturohet konsumatorit. Dhe ajo që ngrihet si pikpyetje nga disa kolegë të medias është a janë të mjaftueshëm të informuar parlamentarët kur votojnë projekt ligje të tilla, të cilat kanë një kosto të drejtë për drejt dhe impakt te qytetarët, se në fund ditës nemi ju jeni për të shërbyer qytetarëve apo jo. E kuptoj pyetjen edhe me të drejtë na e bëni, por besoni që e kuptojmë shumë mirë dhe vetëm pse e kuptojmë shumë mirë, kjo është arsye pse jemi shumë pro, sepse ka një dinamik. E vërtetë është që do të ndodh një konfuzion i vogël. Unë e pres, patjetër që mund të ketë sektor më të revoltuar dhe mund të ketë sektor të cilët do mund të kenë edhe revoltën e tyre të brendshme për ndryshimin. Mos harrojmë asnjëherë se ne si shqiptarë nuk jemi shumë pro ndryshimeve, edhe kulturalisht nuk jemi besnik të traditës dhe të mënyrës se si funksionon, e kemi shumë të vështirë. Unë kur fola për Albanian, edhe sot e kësaj dite në shumë zona të Shqipërisë, ti gjen ende revolt, të paktën të moshuarve, po themi, ose ata që nuk qasen tek interneti akoma, një revolt që çfarë është tani kjo punë. Unë shkoja në sportele dhe e merrja këtë shërbim lehtësisht, se kisha një të njohurin tim atje në sportel, ndërkohë që tani më duhet që me kartë identiteti, passwordi, emaili, pra gjëra të reja dhe që pa diskutim krijon një revolt ndaj ndryshimit. Dhe që është e pritshme që ndodhi një gjë e ngjashme edhe për standardin drejt Bashkimit Evropian, patjetër që po, por mos harrojmë asnjëherë se vetë mekanizmat e Bashkimit Evropian për të suportuar vendet
ata e din kë po presin. Po presin Shqipërinë, është një vend në zhvillim, është një vend i cili patjetër që ka pasur dinamikat e veta ekonomike, ku mund të ketë pasur progres, siç mund të ketë qenë turizmi apo zhvillimi i vendit në disa sektor, por mekanizmat që BE-ja krijon për të siguruar që vendi të mos ketë një, po themi, depresion post EU, është gjithashtu një realitet që sot ndodh. Pra, i gjithë procesi i zgjerimit lidhet edhe me një mekanizëm shumë të fortë Bashkimit Evropian për të suportuar, sidomos në sektorët ku i shikon që kanë problematikat e tyre. Dakor, zonja Mila, po ka një problem sepse ne shpeshherë implementojmë ligje, transplantojmë ligje në legjislacionin ton, të cilat janë ose shumë të mira, ose shumë të sofistikuara, apo ndonjëherë edhe shumë drakoniane, në raport edhe me ligjet e Bashkimit Evropian. Fjala bie ligji antiduhan që miratuam kohë më parë, apo ky për parkime dy fishe që rrezikon dhe burgun. Megjithatë, kjo nuk ka bërë që të rritet siguria rrugore, më falni, ose nuk ka bërë që në shumicën e lokaleve, rrit vërtetës pak në jashtë Tiranës ngushtë, mos të pihet vazhdimisht duhan, apo ligje të tjera të cilat nuk kanë funksionuar ashtu sikur legjislatori e ka pasur synimin e tij. Pra ne kemi çaluar shumë te implementimi i ligjeve. Mjedisi është një sektor tjetër shumë. Të dyja rastet që ju përmendet, por me siguri mund të përmendim dhe shumë të tjera, po të vinë re lidhen shumë me kulturën dhe mentalitetin, që do të thotë është shumë e vështirë që disa ligje të zënë vend në komunitetin ku ti i voton, sepse do duhet një herë një proces për të kaluar për sa i përket zhvillimit të gjithë mekanizmit të mentalitetit dhe kulturës dhe më pas për të arritur tek ekzekutimi total i tij. Kjo mendoj unë është edhe arsye sepse për ligje të tilla nuk kemi dhe masa shumë radikale për të ardhur po themi si feedback ndaj rebelimit ndaj tyre, sepse është shumë e kuptueshme që ka një periudhë ku kjo është në proces, është njësoj si diskutimi shumë i gjatë dhe i gjerë që ne bëm për projektligjin për barazinë gjinore. Dhe në të gjitha momentet ne e shprehem se do të ishte një 10 vjeçar kohë kur do të implementohet dhe kur ne do të duam që të arrijmë tek ligji që kemi votuar sot. Sepse pa diskutim edhe kulturalisht u kuptua që në fillim që do të kishte një revolt për një 50% dhe 50% në organe drejtuese midis grave dhe burrave, që të mundesh të artikulosh diçka të tillë në një mentalitet shqiptar dhe nuk flas këtu vetëm për Tiranën e ngushtë, por patjetër unë sot shkoj në fshatrat e Elbasanit, siç mund të jem në Lugaxhi të Labinot Malit apo në një vend të thellë të Funarit kur gratë ende nuk lejohet pa ndihmën e bashkëshortit të shkojnë deri te kutia e votimit dhe pa supervizimin e tyre dhe jo më që të arrit mendoj ai burr atje në fshat që gruaja e tij mund të ketë shanse që të jetë barabartë me të institucionalisht në çdo aspekt, në mënyrën se si drejton familjen, por në mënyrën pastaj se si mund të drejtoj punën edhe të gjithë organet e tjera. Çfarë duhet të them me këtë është që revolta e mentalitetit dhe kulturës prevalon shumë herë ndaj ligjeve që ne kalojmë. Por fakti që Shqipëria është e njësuar nga ana e ligjeve që kalojnë parlament me Bashkimin Evropian është një sinjal shumë i mirë për të dhënë indicet e fillesave shumë të mira. Unë dua ta shpreh disa herë që ne edhe në këtë aspekt i shohim proces. Unë jam shumë koshente sot që për disa ligje në lidhje me mjedisin, ka kaluar një ligj për shembull në parlament për gjuetin. Ai është një ligj i cili është njësuar 100% me ligjin evropian, pa diskutim që ka pasur konsultimet një pas njëshme me Bashkimin Evropian për të kaluar, ka një revoltë e jashtëzakonshme nga shumë gjuetar, nga shumë pasionant të fushës. Ne patëm mundësi që të kishim edhe në dëgjesa publike. Dhe unë e kuptoj revoltimin e një target grupi, por jam gjithashtu shumë e bindur që në një afat 10 vjeçare më tepër do shikojnë të gjitha pozitivet e këtij ligji. Qëndroj pak mjedisin që përmendën, se është dhe një pikë që kam fort për zemër, dhe në fakt kapitulli për mjedisin është ndoshta kapitulli më sfidues. Unë për shumë e mendoj që është një lloj si kapitulli 23 dhe 24 për sa i përket rastit të Shqipërisë. Mos më shumë, sepse për shumë 87% të ujrave në Shqipëri, lumejnë, liçenet dhe detet janë të ndotur, dhe kjo është një gjetje për shembull. Shqipëria duhet ta adresojë patjetër në mënyrë të menjëhershme. Pra ne kemi shumë në lidhje me ujin e pishëm, pastaj në lidhje me menaxhimin e klerave etj. Pra çështje që kanë të bëjnë me jetën direkt, me jetën e qytetarit. Kurse politika të tjera e prekin indirekt jetën e qytetarit, këto janë politika apo siguria ushqimore. Kjo është diçka që gjithashtu shqetësuese. A do arrijë Shqipëria brenda këtyre afateve të realizojë, pra jo vetëm legjislacionin, po implementimin e tij në mënyrë që të adresojmë këto çështje. Pra me fjalë tjera të kemi ujëra të pastra, të kemi ujë të pishëm 24 orë me 7, të kemi mungesë plerash apo menaxhim të tyre. Ka një pritshmëri
që mendoj që dhe kjo lidhet me kulturën tonë, që kur ne themi 2030-ën si afatin e fundit për të antarësuar në Bashkimin Evropian, ka një pritshmëri se mbas atij momenti gjithçka do të jetë parajs. Dhe ka një pritshmëri nga qytetarët që mjafton vetëm që të futesh në Bashkimin Evropian dhe aty përfundon gjithçka, hallet edhe problemet tona mbaruan dhe ne tani do të jemi vetëm të lumtur, mirë, e gjithçka do të shkojë mirë. Thash, lidhet pak dhe me kulturën tonë, duke pritur pak nga jashtë, më shumë se sa nga brenda dhe historira të tilla që lidhen me të shkuarën. Mirë po, pa diskutim që dhe këtu do më duhet që ta rithem dhe njëherë fjalën proces. Këto ligje që ne kalojmë sot dhe që po mund të jenë edhe më të modernizuara, edhe të një standardi pritshmërie më të lartë nga se komuniteti mund të ndjek, në fakt nuk do duhet që të jenë domosdoshmërisht të gjitha të implementuar në 100% e vet në 2030-ën. Këto do të jenë procese që do të vazhdojnë dhe fakti që ti me legjislacion sot vendos disa piketa, kjo do të thotë që ti shtron rrugën përpara që tashmë implementimin ta kesh shumë më të thjeshtë sepse ke një kuadër ligjor dhe ke disa kushte dhe kritere mbi atë çfarë do implementosh në realitet. Por kjo nuk do të thotë që me kalimin e ligjit sot të nesërmen të gjitha ujërat do të jenë të pastra apo të gjitha plerat do të shkojnë në reciklim apo mënyra se si ne do të ndajmë koshat do të jetë sipas standardit evropian që në ditën e parë që ne do të shkojmë në Bashkimin Evropian dhe kjo është një detyrë që Bashkimi Evropian e vendos sot, por dhe ai e pret vet si organizëm që Shqipëria do të ketë momentin e vet dhe dekadën e vet të përshtatjes. Edhe ka një moment përshtatje, ndaj edhe po bëhet një edhe debat në fakt në Bashkimin Evropian se si mund të quhet një antarësim i butë apo një Kjo në fakt ishte pyetja ime e radhës. Kemi së fundmi një deklarat apo një letër publike të kancelarit Merz, i cili flet specifikisht për Ukrainën, Moldavinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, ku natyrisht Shqipëria dhe Malizia në ballë të përpjekjeve për integrim. Dhe ajo letër duket se rezonon me një kërkesë të bërë pak më herët nga zoti Rama, zoti Vučić, në një editorial që ata kishin shkruar për një të përditshme gjermane, që kërkoni një lloj kandidimit të asociuar të Shqipërisë, antarësimit të asociuar, më falni, ku Shqipëria mos ketë drejtën e vetos apo të ketë komisioner, gjë që ka përsëritur shpesh zoti Rama ndaljet e tij publike, dhe duket që ajo që ofron kancelari Merz është në këto rreshta, pra në një farë mënyrë akses te tregu unik evropian, akses te disa nga përfitimet që lidhen me proceset e integrimit evropian, por jo të drejtë veto, jo të drejtë përfaqësimi në komisione e tjera me radhë. Ndërkohë që për ta përmbyllur pyetjen, Zelenski në dalje publike e ka kundërshtuar çdo lloj ide e cila nuk flet për antarësim të plot me të drejta të plota të Ukrainës. E njëjta gjë ka ndodhur me Moldavinë. Pra këto vende që dikur ishin shumë më mbrapa dhe s'u konsideroheshin që ishin pjesë e Bashkimit Evropian, duan antarësim të plot. Shqipëria, Serbia, do një vend tjetër i rajonit kërkojnë antarësim jo të plot. Si e komentoni? Personalisht nuk do ta ndaja dhe nuk do ta quaja antarësim të plot ose jo, sepse antarësimi një dhe i vetëm është, pra ose je pjesë e Bashkimit Evropian ose nuk bëhesh vend antar i Bashkimit Evropian, por qasja ime personale është që për vendet cilat kanë problemet e tyre të brendshme që vinë pa diskutim prej të gjithë sektorëve dhe kohrave dhe historisë që kanë kaluar, si Shqipëria është një ndër to, duhet jemi pak më koshient sot se Shqipëria ulur në tryezë të Bashkimit Evropian nuk ka as të njëjtin kapacitet si Gjermania apo si vendet tjera të cilat kanë qenë në kryet herës në ballë të kësaj organizate dhe patjetër që i ka të gjitha shanset për të shkuar atje, por për mos qenë shumë shtrënguese edhe dinamika brenda vendit. Për gjithçka që ne folëm për siguri ushqimore, ne folëm për mjedis, ne folëm dhe për drejtësi, ama është dhe arsimi, është dhe shëndetësia, dhe siguria, janë shumë sektor, në të cilët Shqipëria duhet që të arrijë një standard të cilin deri më tani ka demonstruar vetëm që e kërkon dhe e do, por nuk ka demonstruar një potencial konkret që a mundet t'i arrijë të gjitha në një afat kaq shkurtër apo jo. Ku i kemi arritur standardet? Nëse kush janë kapitujt e parë që mendon të përmbyllen? Patjetër që për sa i përket politikës jashtme dhe për sa i përket edukimit dhe shkencës, ato janë kapituj që ecin para roj, megjithatë nuk do shkoja mbrapa as për sa i përket grupit që merret me shtetin e të drejtës, janë bërë shumë hendeqe, ka pasur shumë hendeqe nga Bashkimi Evropian pikërisht në atë kapitull, janë marrë edhe 600 nisma më pas nga shteti shqiptar, disa të përkthyera në projekt ligje, disa të tjera në vendime të Këshillit Ministrave, por edhe po themi nisma që janë në një nivel pak më të ulët institucional se kjo, po janë përkthyer në rreth 600 nisma hendeqe të Bashkimit Evropian vetëm për atë kapitull, në mënyrë të tillë që të kemi saktësime dhe korrigjime
të paktën të kuadrit ligjor në mënyrë që të shkojmë bindshëm tek Bashkimi Evropian. Vetëm një pyetje këtu, Sara, ka bërë që opozita, për shembull, shumë e pakënaqur për faktin që 99.99% të projektligjeve vijnë nga qeveria dhe nuk pranohen projektligjet e opozitës. Pra, për shembull, kam një deputet aktiviste, deputetja Tabaku, e cila ka paraqitur disa projektligje, janë refuzuar, për mos folur për tjerët pastaj që. Tani, për këtë përgjigje të më duhet që të bëj pak politik në sensin e asaj që në fund të ditës ai është një parlament që zotrohet në 83 mandate nga Partia Socialiste dhe ka një arsye për këtë, sepse shqiptarët shkuan dhe votuan Partinë Socialiste. Ka projektligje. Zoti Rama tha na duheshin ato mandate që të garantonim që nuk do kishte pengesë, bllokim për integrimin evropian. Megjithëse opozita pris vërtetës nuk e ka bllokuar ndonjëherë integrimin evropian. Në fakt, me disa akte që ata bëjnë, si për shembull duke mos votuar projektligjet që lidhen me Bashkimin Evropian, duke mos qëndruar në sallë ose duke i votuar kundër, është një akt ku ti tregon një lloj dëshire për të ndaluar hovin e qeverisë për të shkuar atje, jo se kanë probleme me Bashkimin Evropian. Ata nuk duan që ta prishëritin kryeministri Rama në Bashkimin Evropian, se këtu është, unë nuk dua ta mendoj që nuk e duan Bashkimin Evropian. Dhe patjetër që ka Partia Socialiste në opozitë ka bllokuar për kryetarin e Qarkut Fier, patjetër që ka mekanizma që mund të bëjë opozita në mënyrë të tillë për të bërë përballitjen e saj, për të mos shkuar drejt asaj që ne kërkojmë. Tani kur ne kemi 83 mandate, këto akte unë sot i quaj përpëllitje, po mos të kishim në 83 mandate, këto akte do të ishin problem serioz. Kështu që në këtë aspekt, patjetër që shqiptarët votuan me 83 mandate që të qeverisë Partia Socialiste. Tani ç'kuptim ka dhe kjo nuk do 83+3 në fakt, për të qenë sakt. Patjetër sepse kemi dhe sa përket mënyrës votimit parlamentar. Patjetër sepse edhe 3 deputetët e partisë e Partisë Sociale pra keni votat edhe për kodin zgjedhor e kanë treguar dashamirësinë dhe e kanë treguar suportin edhe në herë të tjera, të paktën kur është dashur një shumicë absolute, ata kanë qenë pro vendimeve tona. Kështu që thënë këtë, një parlament i cili zotrohet me kaq shumë mandate nga partia e cila është në pushtet nuk mund të jetë edhe kaq gjeneroze dhe të mund të lejoj tani që të gjitha projektligjet të cilat se këtë dua ta theksoj. Jo të gjitha janë kaq naive në sensin e dëshirës për të bërë mirë me patjetër për qytetarët, sepse unë e kuptoj dëshirën e kolegëve nga opozita që jo vetëm për të bërë ligje të mira, por edhe për të thënë qytetarëve që unë e çova shqetësimin tënd, e çova deri në një projekt ligj, por nuk ma lejuan. Kjo shumë e thjesht bëhet kur je në opozitë. Mirë po, nëse i marrim dhe i studiojmë ato projekt ligje që kanë ardhur, kanë pasur sinqerisht problematikat e veta, si në aspektin e faturimet ekonomik të fjalës, pra kanë qenë çuditbërse disa prej tyre ku me çfarë buxheti Shqipëria do t'i arrinte të menaxhonte këto, ashtu si kundër kanë pasur dhe doza të larta populiste në disa të tjera. Duhet marrim parasysh që për sa i përket projekt ligjeve të cilat mund të kenë ardhur nga deputetët e opozitës, shpeshherë kanë qenë edhe pak përpara se vetë qeveria ti sillte në kuvend, se ndodhen edhe këto mekanizmat. Tani ta sjellun një herë që ti them qytetarëve që unë e solla. Ideja e mazhorancës përkon me atë të opozitës, opozita sjellë para. Patjetër, jo, nuk ka në vetvete nuk ka asnjë problem, por patjetër që ajo që ka ardhur nga qeveria ka qenë më e kompletuar, ka qenë më e studiuar, ka qenë më e mirë menduar edhe në përputhje si me buxhetin e shtetit ashtu edhe me akit Bashkimit Evropian. Kështu që pa diskutim ne kemi suportuar. Po ka pasur projekt ligje tuajat të cilat kanë hasur dhe në kritika dhe jo vetëm të opozitës, por dhe të Bashkimit Evropian vetë atje. Për shembull kodi penal, i cili ka pasur një prononcim më tepër të ambasadorit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe qëndrime të forta dhe nga ambasadorët të vendeve të tjera, sepse nuk ishte i linjëzuar ai draft që u bë publik të paktën me atë që ka Bashkimi Evropian sot. Duket sikur qeveria u tërroq në një farë mënyrë nga propozimi. Më lejoni t'ju them që ka shumë projekt ligje nisma nga deputet caktuar, të cilat flen prej kohësh në Kuvendin e Shqipërisë. Çfarë do të thotë kjo është që nëse një projekt ligj vjen si një nisëm, flen në kuvend, shihet e arsyeshme ose jo, për sa kohë ne nuk e kemi diskutuar fare as në komisionet përkatëse dhe nuk e kemi studiuar atë nisëm për cilën ju po i referoni, besoj referoni asaj të kryeministrit Rama bashkë me zotin Balla, se kanë qenë bashkëiniciator edhe me kryetarin e kuvendit, zotin Peleshi, ka qenë një nisëm e zotit Manja, ka qenë dhe ai pjesë e grupit punës. Pra ne nuk na ka mbërritur akoma kjo nisëm me cila u fol, u bë dhe publike, ne patëm dhe një diskutim të brendshëm në grupin ton parlamentar në lidhje me të, patjetër që
kur e bën kryetari jon, kur e bën kryeministri Rama, ajo sigurisht që krijon një hon, por më lejoni t'ju them që nuk janë të pakta rastet kur në grupin ton parlamentar edhe deputet të tjerë, zoti Braçi është një ndër më po themi rigorozët në këtë aspekt, që shpesh sjell nisma dhe ide dhe i ndan me grupin parlamentar. Kasta që ka eksperiencë më tepër se sa të tjerët. Zoti Braçi është një nga oponentët më të ndenj aty, patjetër. Kështu që është duke ndjekur një rrugtim individual në fakt nga pjesa e tre grupit. Kështu që këto ndodhin, pra ka nisma që i sillen deputetët dhe kryetari, kryeministri Rama, si një deputet, erdhi të solli një nisëm, e cila siç thash, ende nuk ka ardhur në komisionet tona. Nëse një ditë ajo do të vinë në komisione, do të shqyrtohet aty, ne pa diskutim, pastaj do të kemi mundësi që të bëjmë edhe punën tonë. Eksaktësisht në komisionin tonë për Europën dhe punët e jashtme, ne do shohim ose jo përputhjen me legjislacionin evropian, ashtu se kundër pastaj edhe gjithë komisionet e tjera. Po për sa kohë nuk kam pritur akoma, nuk është bërë dhe kjo. Unë mendoj që zoti McAllister, kryetari i Komisionit të Jashtëm i Bashkimit Evropian, në fjalën e tij nuk ju referua një rast specifik dhe të paktën me gjithçka që kam ndjekur, me të gjitha raportet që kam lexuar nga Bashkimi Evropian, për të dëshirës opozitës për ta lexuar kështu, në asnjë prej tyre nuk kemi raste specifike dhe nuk kemi deklarata për raste specifike, sepse jemi të sinqert, politika e brendshme e Shqipërisë nuk mendoj se është interesi kryesor i Bashkimit Evropian në këtë moment. Ata interesohen për rrugtimin ton drejt atje, por çfarë do duhet intereson kaq shumë për një rast specifik që merr një vendim një grup parlamentar. Dhe në rastin e imunitetit mendoj që ka qenë një përgjigje për gjithë pyetjet dhe skeptikët, por nuk mendoj realisht se i referohet vetëm një rasti specifik. I referohet standardit që ti mund të krijosh me anë të një akti. Dhe pa diskutim, frikës se mos ndoshta një akt i caktuar lë pastaj vend edhe për herë të tjera dhe raste ndoshta edhe më të rënda dhe më të vështira, lë një precedent për të vazhduar më tej me të njëjtin arsyetim. Ka një pyetje tjetër. Ju jeni anëtare e Komisionit Parlamentar Politikë të Jashtme dhe të Europës, që mbat të njëjtin emër me Ministrinë Përkatëse. Kemi pasur disa lëvizje në ministri, sikundur ju e dini, pra e para një ka një kritik publik e zotit kryeministri, i cili tha që punon vetëm ministrja dhe Roja Iderës në këtë godinë. Kritik ndaj trupit diplomatik, një ligj i ri për diplomacinë në Shqipëri, vendosja fillimisht e zonjës Spiro Pali për t'i dhënë një dimension më politik ministrisë, duke qenë se diplomacia politike do ishte nevojshme në fazën e përmbylljes së kapitujve dhe lobimit të vendet anëtare. Pastaj, brenda një kohe shumë të shkurtër, u zvendosua ai ministër me profil teknik, teknicien i cili vjen në radhë të diplomacisë, i cili ka mbartur dhe një sër debatesh ditët e fundit për disa deklarata që ai ka bërë. Pra si shihni këto zhvillime të vrullshme, të themi, në politikën tonë të jashtme, edhe raste tjera që kanë bërë debat publik, në një komision, ju keni digjes me ambasadorët, në një ambasadoret në Katar, nuk zgaboj, ishte një vajzë e re, e cila s'kishte eksperiencë direkt nga bankat e shkollës, emërohet ambasadore. Ndërkohë që ambasador karriere janë të shqetësuar në lidhje me këto zhvillime. Për sa i përket të gjithë diskutimit, fillimisht dua të them se deklarata e kryeministrit për Ministrinë e Jashtme ka gjetur vend në fakt. Duhet thënë se ajo ministri nuk e ka arritur, të paktën deri më tani ne ishte edhe një fazë përpara se të kalonte ligji për shërbimin e jashtëm, një ligj që e modernizon në fakt jo vetëm strukturën e brendshme, sepse e di që edhe shumë qytetarë kanë menduar se bëhet fjalë vetëm për punonjësit e ministrisë në vetvete, por në fakt kryeministri nuk ka targetuar vetë punonjësit, ai sa ka targetuar mënyrën shumë tradicionale dhe ndoshta e thën old fashion se si Ministria e Jashtme procedonte. Tani në një shtet si Shqipëria, i cili po përpiqet modernizohet, i cili po përpiqet që sidomos teknologjinë ta kthejë në pikë të fortë, inteligjencën artificiale ta bëj pjesë të rëndësishme të proceseve të saj. Ju vetë përmendët diellën dhe kur Shqipëria arrin një standard të tillë apo arrin një nivel ku ne mund të pretendojmë që të kemi një ministër AI, Diella ka shumë probleme tani se dje ishin mediat austriake dhe gjermane kishin bërë artikuj specifik në drejtim të diellës. Unë mendoj që historia e diellës do të zgjash sa dhe do ta shikojmë se do përfundojnë në fund, por për sa i përket nuk mund të ketë një kontrast kaq të fortë, sidomos politika e jashtme, sepse duhet të kemi parasysh edhe vendosja edhe iniciativa për të vendosur diellën apo iniciativa të ngjashme në fakt kanë një mesazh shumë të fortë politikës jashtme. Ju vetë cituat shumë media që e komentojnë këtë gjë, ka bërë një jehon në media ndërkombëtare, është krijuar një pikë pyetje në disa tryeza ndërkombëtare dhe kjo më lë të mendoj se edhe ky si mekanizëm
është një mekanizëm diplomatik, është një mekanizëm për të krijuar një, po themi, edhe një lloj roli të ri të Shqipërisë në tryezën ndërkombëtare për të sjellë diçka ndryshe, ndërkohë që ministria, aparati mbrapa i Ministrisë së Jashtme është akoma tek telegrami. Në sensin e edhe ambicjes, edhe mënyrës se punohet, në mënyrë shumë tradicionale dhe shumë të vjetër. Sera vetëm një ndryrje shumë të vogël. Presidenti Vučić i Serbisë kreu një vizitë 5 ditore në Kinë. Dhe erdhi nga Kina me rrafsh $1 miliard investime në fushën e AI-t nga Kina në Serbi dhe në fushën e prodhimit të humanoidëve, robotik, pra me investime konkrete. Maqedonia e Veriut pa fermën e parë të AI-t me paratë e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Investime konkrete të prekshme hapin vende pune, pavarësisht se nga binë se shtetet ndryshme kanë partneritete të ndryshme, të themi. Shqipërisë tani intereson vetëm PR-i, pra marketingu, apo ka nevojë për gjëra konkrete? Absolutisht që nuk mendoj se i vlen vetëm PR-i, dhe pse mendoj që për një vend si Shqipëria është një pjesë integrale dhe e rëndësishme e gjithë procesit, dhe më duhet të them që ndikon. Pra ka pjesën e vetë të ndikimit në mënyrën se si Shqipëria shfaqet, se si Shqipëria qaset nga tjerët, sepse mos të harrojmë dhe dinamikën që Shqipërisë është dashur një punë e madhe edhe nga ana PR-it për të ndryshuar fillimisht mendimin për Shqipërinë. Çka një dinamikë, cilën ndoshta shumë vende të tjera nuk e kanë pasur siç Shqipëria e ka pasur. Kështu që në këtë aspekt i është dashur një dorë edhe në këtë. Për sa i përket pjesës tjetër, tani sigurisht për krahasime, sepse patjetër nuk jam edhe eksperte për të folur për këtë gjë, por vetëm pak më parë, vetëm disa ditë më parë, pati kryeministri Rama një takim me CEO-n e Microsoftit, kemi mundësi reale që Shqipërinë ta kthejmë në një vend ku kryefjalti e digitalizimi. Unë e thash dhe pak më parë, fakti që ne kemi ndërthurur kaq shumë teknologjinë, sidomos tek sajtet dhe softwarët e qeverisjes, gjë që nuk ka ndodhur shumë në rajon dhe as në vendet Bashkimit Evropian, mendoj që ky është një moment shumë i mirë që patjetër duke gjetur lidhje dhe kontakte të duhura mundet që edhe Shqipëria të jetë dhe të eci mirë në këtë drejtim. Dakor, po ka një problem se nga një anë ajo që ju thoni përkon me sfidat e shekullit 21 edhe me revolucionin e 5 industrial dhe është afërmend që Shqipëria duhet të bëjë hapa shumë të shpejt përpara në këtë drejtim. Por kemi një handicap, pra Shqipëria shkoi nga 338 komuna dhe bashki në 61 bashki për të rritur eficiencën. Po kalon sistemin digjital të shërbimeve për të rritur pikërisht eficiencën, paktën kështu reklamohet. Për të luftuar dhe korrupsionin automatikisht. Ku qëndron handikapi? Handikapi qëndron në dy faktorë. Për shembull, administrata ka shkuar nga 165.000 në 195.000. Pra është rritur me 30.000 në vend që të ulej administrata. Shërbimet nuk kanë shkuar aq afër qytetarit dhe ka shumë sfida, ju i përmendët disa prej tyre vetë në fshatra, në zona rurale. Aksesi që kanë digitalizim, analfabetizmi funksional, gjëra të tjera që janë shumë prekshme për qytetarët. Pra kjo nuk ka sjell as shërbimet më afër, nuk ka sjell as shfryrje të administratës. Ka rritje të shërbimeve në fakt, ashtu si kundër ka edhe një rritje të cilësisë dhe modernizimit të strukturave në administratën publike. Pra mund ju referoj vetëm faktin që sektor që merren me trajnimin e punonjësve apo sektor që merren vetëm me projekte me Bashkimin Evropian nuk kanë pas ekzistuar më parë. Sa fonde kemi thithur? Sa fonde kanë thithur bashkitë tona në Bashkimin Evropian? Në fakt, disa di vetëm Bashkia e Elbasanit para disa muajsh ishte vetëm që kishte marrë një fond Bashkimit Evropian. Nuk e di nëse ka boja apo jo. Në fakt ka një dinamikë të tillë dhe qëndron dhe ndoshta një nga pikat kyçe sepse reforma territoriale është kthyer sot në një sfidë dhe domosdoshmëri është pikërisht kjo, që bashkitë e vendit kanë treguar në këto 10 vite që për reformës tjetër territoriale që nuk e kanë kapacitetin real, të paktën për të mundur që të sillen si të barabartë së paku me organizata ndërkombëtare të cilët kanë më shumë potencial dhe kapacitete për të thithur fondet Bashkimit Evropian sesa këto që janë organizme qeveritar. Jemi koshient. Ndoshta se kanë punësuar patronazhisht, në vend të punësonin ekspert. Kjo është një gjetje tjetër e IBAR-it. Kjo është një nga ato që na luftohet ne. Megjithatë, më duhet të them që edhe në këtë proces ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm, edhe në mënyrën se si përzidhen punonjësit sot, edhe në mënyrën se si DAP-i ka krijuar një tjetër standard, edhe në mënyrën e testimit, edhe në mënyrën e kualifikimit, sidomos për sa i përket sërish duhet ta përmend digitalizimit, pra një pjesë e mirë e proceseve sot kalon pa ndikimin e njeriut dhe kalon pa ndikimin e atij që e njoh se e kam vajzë daje apo e kam komshi tek ish shtëpia e mamas time. Histori që Shqipëria i ka pasur gjithmonë dhe më duhet që ta them këtë profesor, shpesh harrojmë nga ku kemi ardhur.
Dhe shpesh kur kritikojmë, harrojmë që ndoshta vetëm përpara 15 vitesh në institucione nuk gjeje zyra protokolli, sepse asnjë dokument nuk ishte thënë që të qëndronte në arkivën e atij institucioni dhe nuk ishte ligj dhe as kriter i as kujt për punonjësve që të mund të protokollojë që në fund të ditës ti si punonjës të kishe edhe përgjegjësi mbi një shkresë. Nuk ndodhte kjo. Tani ne nga kjo kemi shkuar në modernizimin e arkivës, në digitalizimin, tek vula elektronike, procese të cilat merren për të mirëqenia për hir të vërtetës në shumë raste, por nuk janë të tilla. Kështu që na duhet shpesh të bëjmë edhe këtë krahasimin, ndonse jam koshciente që shumë thonë çfarë po thoni akoma dhe çfarë keni akoma me opozitën apo me Partinë Demokratike se sa vite u bën ata që nuk qeverisin. Dakord jam dhe me këtë, por ama duhet jemi dhe koshcient që të bëjmë një krahasim në kohë dhe 10 vite apo 15 vite për Shqipërinë nuk janë shumë, ashtu si kundër nuk janë dhe pak për të bërë zhvillimin që Shqipëria ka pasur dhe progresin që ka pasur. Nuk mendoj se do të ishte thjesht përpara 15 vitesh të flisnim sot për IBAR-in apo të flisnim sot për një dritë jeshile që e Bashkimi Evropian, sepse askush nga ne nuk e mendonte që do të ndodhte kaq shpejt që ta kishim një objektiv real hyrjen në Bashkimin Evropian. Të sinqert, unë edhe kur kam qenë në bankat e shkollës me ju, nuk e kam menduar që do të vinte kaq shpejt ky moment, sepse kam menduar një proces shumë të gjatë, ashtu si vende anëtare të tjera dhe bëja krahasimin me to që ishin vende ai zhvilluar dhe mendoja ku është Shqipëria dhe ndoshta nuk e di nëse fëmijët e mi do të arrijnë një ditë këtë. Pra duhet të jemi pak më pozitiv në qasjen që kemi ndaj vetes njëherë, ndaj progresit që bëhet dhe për mos të parë dhe për mos të përpjekur gjithmonë për të gjetur gjilpërën në kasht, ajsa për të ndihmuar që dhe nëse e gjejmë atë gjilpërën, të jemi ne që e heqim nga kashtat, që kashtat jetë mirë. Domethënë unë këtë do doja. Për fund, duke qenë se jemi në limitet e kohës televizive, do ta shohim Sara Mirlen së shpejti ministre? Dhe nëse po, në cilën ministri? Është pyetje kështu, besoj se ato që i bën fëmijëve që çfarë do të bësh këtë vit. Jo, ka rifreskime të shpeshta të kabineteve qeveritare. Madje po lexoja që te ministri i mbrojtjes mund të zvendësohet së shpejti, megjithëse ai ka pak kohë detyrë. Në fakt ka qenë publike deklarata e kryetarit ton, njëkohësisht kryeministrit, ku ka thënë se kjo do të jetë një skuadër basketbolli dhe do të jetë një mandat të cilën do ta shikoj si një lojë basketbolli, pra do të kemi rifreskime të herpashershme, vendosen në stol dhe ti mund të futesh prapë në ekip, ndryshe nga sportet e tjera, por sinqerisht unë jam në fillimet e mia. Nuk dua të gënjej askënd duke mos e thënë që nuk po e shijoj, unë po e shijoj këtë eksperiencë, mendoj që jam aty ku përkas, mendoj që po mësoj çdo ditë edhe mbi proceset, ashtu si kundër edhe se si t'jem dhe të balancoj të qenit më pranë qytetarëve, por të qenit edhe një përfaqësuese e mirë atje ku na duhet të bëjmë detyrat e vërteta, tek komisionet edhe tek parlamenti, që është një vend ku në fakt qytetarët nuk kanë dot shumë akses dhe ndoshta ndonjëherë i duket si një punë e padukshme, por që më besoni merr një pjesë të mirë të kohës dhe të angazhimit. Me troqi vëmendje në fakt një prononcim juaj në parlament për impaktin social që do ketë korridori 8 në qarkun e Elbasanit. Në fakt edhe duke ngritur disa shqetësime reale për disa nga banorët. Kjo është e vërtetë sepse zonat të cilat unë përfaqësoj drejt për drejt janë ato të cilat menjëherë kanë një efekt ndaj kësaj vepre madhore, pa diskutim. Unë vetë para por jam shumë e lumtur që dhe ata nuk e kanë vendosur asnjëherë në pikpyetje vepër madhore, janë koshient se çfarë do të thotë korridori 8 për ta, por nga ana tjetër, secili e di ku pikon çatia atyre dhe në fund të ditës, secili markoset për çatin që i pikon në shtëpinë e vet dhe jo për korridorin 8 apo veprat madhore. Dhe ja pikërisht kjo balancë është ajo që ne duhet gjejmë për të gjetur një të mesmetartë. Nuk e diskutoj që qytetarët e mërzitur, jo aq të kënaqur kanë në të gjitha vendet e botës, në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, gjithmonë duhet më shumë dhe shumë mirë që ta kemi këtë presion se këtë presion nga opozita ne nuk e kemi dhe kjo na bën pak fluturak. Kështu që shumë mirë të na e bëjnë qytetarët këtë presionin për të qenë ne me këmbë në tokë, për të punuar për këtë balancën, për të mos u distancuar prej halleve dhe problemeve të tyre. Profesor, unë dua të jem e sinqert me ju dhe t'ju them se sidomos vetë përpiqem gjatë gjithë kohës që duke pasur sidomos dualitete kaq të ndryshme, flas dhe punoj për Bashkimin Evropian në komision dhe pastaj më duhet të shkoj dhe të flas në një fshat të thellë të Elbasanit për një tub që është çar dhe një punonjës i cili nuk i përgjigjet qytetarit dhe qytetari kërkon ndërhyrjen time që ai të përgjigjet apo historira të tilla që po ne jemi koshient që janë reale sot, por të identifikojmë dhe ti rregullojmë. Kjo është ajo që unë dua të bëj, patjetër që është një nga sfidat
më të mëdha, sepse janë dy realitete të ndryshme, janë dy kontraste. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumë deputet lënë mandatet me kënaqësi për të bërë kryetar bashkie, faktikisht kanë ndodhur të kaluara. Ndoshta mund të jetë dhe kjo, por siç e thash dhe ndoshta edhe për ta mbyllur, unë shpresoj shumë që në këtë rrugtim të paktën 4 vjeçar e kam shprehur dhe më herët dëshirën për të qenë politik gjatë dhe po përpiqem gjatë gjithë kohës që të tregoj veten dhe të kem mundësi që të kem një garanci për jetëgjatësi, sepse kjo është puna që dua të bëj, të përfaqësoj komunitetin tim dhe të mundem që të bëj pjesën time të mozaikut që Shqipëria të jetë më mirë, është kjo ambicia ime e madhe. Pastaj nëse pjesë e këtij rrugtimi do shtohen rola apo detyra të tjera në vijim, pa diskutim që me të njëjtën përgjegjësi, përkushtim dhe një vullnet të jashtëzakonshëm, por më shumë të me një energji që këtë e di që më karakterizon, patjetër që gjithçka mendoj do ta merrja me shumë kënaqësi, por është shumë shpejt për të folur për këto. Faleminderit Sara për intervistën dhe natyrisht për ambicjet e tua legjitime, dhe të uroj suksese në karrierën tënde politike. Ishte kënaqësi të kishja Sara Mila, jena deputet më të votuara në fakt zgjedhjeve të kaluara parlamentare dhe ndërma aktivet në Parlamentin e Shqipërisë për një bisedë shtërruese gati në lidhje me sfidat e integrimit evropian, momentin ku ndodhet Shqipëria, oportunitetet që sjell ky proces, por natyrisht edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me impaktin social ekonomik dhe të tjera debate politike që janë duke ndodhur në Parlamentin e Shqipërisë dhe sfidat e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Miru takofshim në puntatën e radhës.